Opozita dhe mazhoranca zhvilluan një takim për të diskutuar mbi ndryshimet e hartës territoriale të vendit, duke u përballur me mendime të ndara mbi qëllimet e reformës. Demokratët e konsiderojnë procesin si një mundësi për të korrigjuar pasojat e vitit 2015, ku sipas tyre ndryshimet e ndërmarra dëmtuan pushtetin lokal dhe prodhuan përfitime elektorale për partitë në pushtet. Ne po bëjmë një reformë mbi reformë. Do dëgjojmë po të njëjtat fjalë, kam frikë, unë vi nga 2015 dhe mundohem t'i referohem atyre parashtrimeve që janë bërë, po modernizim, ndarje territoriale efikase, shërbim ndaj qytetarit, forcim bashkive në aspektin në funksionin financiar, administrativ, shërbime publike më të mira, zhvillim territori ekuilibruar. Në fakt, këto fjalë që u hodhën atëherë, që ishin synimet e asaj reforme, sot rezultojnë nga e kundërta. Shumë bashki rurale u gëlltitën nga qendrat e mëdha urbane, humbi përfaqësimi i tyre dhe komunat u shkrinë në fakt dhe pati një ndërprerje edhe të përfaqësimit por edhe të komunikimit me qytetarët, pasi komunat realizonin atë komunikimin e imët dhe krijoi dhe dizekuilibër zhvillimor ndërmjet bashkive, ku bashkitë e mëdha për shkak edhe të mundësive që kanë hecur më shumë përpara se sa shumë bashki të tjera të vogla. Që nëse ne ecim po në të njëjtat modalitete, në të njëjtat rrugë siç kemi ecur tek reforma e parë, s'po bëjmë gjë tjetër veçse po bëjmë reformën e reformës dështuar, që normal do ketë një rezultat sikurse kjo reformë që sot është e dështuar. Nga ana tjetër, socialistët kërkuan të shmangin retorikën politike dhe të fokusohen te të dhënat objektive. Ne të bazohemi ke faktet dhe ke shifrat dhe të bazohemi në mënyrë sistematike ke eksperienca e qytetarëve në terren. Sigurisht bën shumë sens që njerëzit kenë opinione politike, krejt normale, por të dhënat, të gjitha të dhënat, dhe absolutisht të gjitha të dhënat, tregojnë në mënyrë sistematike që reforma e 2014-s ka përmirësuar në mënyrë masive të gjithë mënyrën e funksionimit të pushtetit vendor në vend. Dhe ne duhet që paralelisht me këtë proces që ndodh në nivel qendror, duhet kemi një proces po kaq aktiv të ndodhë në nivel vendor për të pasur bashki që të jenë afta të funksionojnë në këtë proces. Dy programet më të rëndësishme të mbështetjes së vendeve që bëhen anëtare, programi i kohezionit dhe fondet strukturore, sërish lidhen ngushësisht me kapacitetin që kanë bashkitë e rajonet për përfituar financimin nga Bashkimi Evropian. Dhe ne na duhet padyshim që ne kemi bashki që janë të forta dhe të afta të funksionojnë jo thjesht si bashki të Republikës së Shqipërisë, po si bashki që funksionojnë brenda një kuadri evropian. Sipas kryetarëve të bashkive të dëgjuar një ditë më parë në Komisionin e Ekonomisë, reforma territoriale e vitit 2015 la borxhet akumuluara nga ish-komunat, duke ndikuar në performancën financiare të pushtetit vendor dhe krijuan sfida të reja për administratat lokale. Debati mbetet i hapur ndërsa përfaqësuesit e të dyja palëve po përpiqet të gjejë një ekuilibër mes standardeve europiane dhe nevojës për të rregulluar pasojat e reformës së mëparshme.